Bismillahirrahmanirrahim. Po vazhdojmë edhe një herë të flasim për surën Muzammil. Vetëse ashtu siç kemi bërë tek surja Saf, duke ndërlidh me surën pararendse, me surën që ka zbrit para surës së lartë sekur, një do të bëjmë edhe tek surja Muzammil. Pra para surës Muzammil ka zbrit surja Qalam. E unë kujtohet tek një shkrim i imi në Facebook e kam bërë një lloj kështu komenti të shkurtër dhe disa ajeteve të surës Muzammil, surës Qalam nëpërmjet zërit të Mustafa Ismailit. Vetëm një gjë tek surja Muzammil, domthon ulemat ose ata dietarët numrave kanë polemizuar për shembull se surja Muzammil sa ajete ka, vetëm kështu shkallazim, meqense nuk është shumë e rëndësishme. Disa kanë thonë ka 18, pra disa dietarë të numrave i kanë përbashku disa ajete i kanë bërë një. Disa kanë thonë ka 18 ajete, disa kanë thonë ka 19 e disa 20. Ashtu siç ecim ne me numrin e kufijumve, siç thuhet, ndonse nuk është shumë e rëndësishme, vetëm si amanet, në mënyrë që duhet me përmend kështu parimisht, sepse ashtu kanë bërë ulemat e kaluam. Jo që detyrimisht marrim diçka të madhe te kjo. Së dyti, surja Muzammil pra si zbritje ose si domthon qëllim përfundimtar e ka kalitin e pejgamberit alayhis salam. Domthon tri sure synojnë domthon diçka të madhe teksa i zbresin pejgamberit alayhis salam. Surja Iqra, surja e leximit, e synon me formu pejgamberit mendrisht edhe shkencërisht. Surja Muzammil ja mëson teorikisht edhe ose më mirë me thonë ati si person se si duhet me usill spori me veten, me ata për rreth, njërë që nesër kur del në fushën e betejës tjetë edhe i suksesshëm, po edhe shembull. Surja Mudaththir, pra njëherë surja Muzammil ja mëson ato orientimet, jep ato preventivat, jep ato armët, njërë që asnjëherë mos lëndohet e mos vritet, le të themi, momenti kur del atje në fushë betejë. Surja Mudaththir i thot drejt për drejt, ja ayyuhal mudaththir, ja ayyuhal mutadaththir. Pra, surja Muzammil i thot, mon kalitu, bëhu lider, meri këtu edhe preventiva, edhe cilësi, edhe gjona që të bëhesh e që ta meritosh nesër kur dilsh atje emrin lider, emrin pejgamber, emrin misionar. Surja Mudaththir i thot drejt për drejt, që tash edhe e kalit, edhe s'ka mas një arsye me thonë edhe pak. Ja ayyuhal mudaththir, kum fëndër, e që tash del theri tjerë, që tash je bogati, që tash je kalit, që tash mo, dhe mo një mush energji, 100% zbjena e kur. Vetë se mos i harra ato orientimet edhe mësimet. E tek surja Saf e kena bot një të ngjanë. E kena marrë surën Feth dhe kemi ndërlidh me surën Saf, i kemi treguar ato gjërat e përbashkëta. Tek surja Saf, më falni, tek surja Feth na kena thonë që prej gjërave kryesore që i morëm ato është fitura diplomatike. E para se dalim në surja Muzammil, po duhem i përmend disa gjëra tek surja Qalam që janë të përbashkëta me surën Muzammil. Spari, fillim surës, Nun wal qalami wama yasturun. Ta përmend vlerën edhe peshën e lapsit, rrjedhimisht vlerën e dietarit edhe njeriu që nuk i ndohet dijes, wama yasturun, në vazhdimsi me ata shkruajnë, e përpilojnë, nëpërmjet tij ata ndihmohen dhe ai është i pazëvendësueshëm gjatë rrugtimit të tyre. E dyta, me njëherë, me ente bi ni'meti rabbike bi majnun. Ti spori, fillim surës Qalam, në surën e lapsit, surën e kalemit që thonë ana, sidomos në gjuhën e pleqëve tonë dashur, me ente bi ni'meti rabbike bi majnun. Ti spori ti si i marr, nuk i çmendun. E dyta vëllazër, wa innaka la'ala khuluqin adhim. Ti ke moral të jashtëzakonshëm. Jo vetëm madh, të jashtëzakonshëm, ku të çaj dikush habitet. Po çfarë s'kam koment, morali i tij është për te domon imagjinatës tonë. E treta, Allahu thot në Kur'an, thot fala tuti'il mukaththibin. Lufta jote është e kahmoçme me këtë ideologji. Allahu thot waddu law tudhinu fayudhinun. Pra ata në vazhdimsi dëshirojnë që ti me bëj lajka. E tani ata me njëherë hasdër janë, dhe të bëj lajka.
s'ka me ty, e tani të ofrojnë poste vetëm që ti me lëshu vetëm që ti me lëshu idealin. Lufta jote është e kahmëshme, po ku është ai mbroja, ku është ajo preventima, umi lejle. Qau natën, kalitu, ngjizo me kuptimet e Kur'anit, që nesër kur desh atje në mejdan, në fushën e betejës, pa fund do të kesh joshje. Çdo kush do të vjen me taku. Bele në shokimi kështu që le merret me Kur'an, po më tregonte për shembull tek ai dialogu i pejgamberit alayhis salam me Utbën. Për shembull tek arabët s'ka qenë e njohur ose s'ka pas kështu prerës, domthon per se, s'ka pas të prerës të përgjithshëm. Ata kanë qenë gjendje vëllezër me e bë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam prerës, me e bë mbret, vetëm çaj me lshu pa në kauzën e tij. Vetëm çaj me lshu pa në kauzën e tij. I bë pejgamberi alayhis salam ka qenë i vendosur. Pra u du le tu dhinu fe yudhinun. Ata kanë qef që ti një herë veç pak me e po të që ti kishe me bolojka. Pra, domethënë vokabularin ton, në të shprehjet e tua diplomatike, sepse ai ka qenë lider, ata kanë posë veç një shprehje me një piti që për shembull i pëlqen ai vajzë e mira, grua e mira, ose i pëlqen diçka për kësaj bote. Fe yudhinun. Ata në vazhdimsi në hadhësh ashtu veç me një pe ati një fjalë që është lajk ose është pëlqejës, ata tani japin krejt. Vetë shobe, ku është udhëzimi fala tuti'il mukadhibin? Mos gabas njerë më korruptu. Mos u korruptas njerë. Mos ju bend atyre, mos ju lshope. Mos u josh, mos u ndiko kum i lejle. I po që kjo me qenë kështu, ose ti me qenë konstant, dhe me qenë i qëndrushëm, i pathyshëm, kum i lejle, ngritu natën. Ngjizo me kuptimet e Kur'anit. Çka mëson sura Muzammil e ngjashme me surën Kalem? Luftimet ndërkohura. Se Allah i manduar në faqen e fundit, në ato lehtësimet e fundit e përmend luftën. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Pra surja Muzammil një prej gjërave që hasëm teksa është domthon e lexojna me vëmendje janë luftimet ndërkohura. Tek surja Muzammil vrejmë orientimet qellore. Pra paramendoni prej qiellit ja e Muzammil qum il-lejla. Orientim qellor, ngritu natën, po të flet më i molli, po të flet drejt për drejt, po ta jap një preventiv kështu konkrete, qum il-lejla, ngritu natën. Tjetra, ngërthimi i luftës, yuqatiluna fi sabilillah. Luftojnë në rrugën e Allahut. Në rrugën e Allahut. Gjithmonë me parimin universal të lirisë, dinitetit, mbrojtjes e kështu me radhë. Tjetra, njeriu pengi punëve të tij. Qum il-lejla, ngritu natën. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Wasbir sabran jamila. E kështu me radhë. Tjetra, ndërlidhja mes punës dhe adhurimit. Spari rattil al-Qur'an tartila. Qum il-lejla inna laka fi an-nahari sabhan tawila. Ti ditën ki baja ki punë, baja ki angazhime, baja ki kështu domthon te kalime pej një vend në vend. Nuk ndalesh asnjëherë. Nuk bësh kur barrat e tjerëve. Nuk pret vetëm pej të tjerëve. Pra ndërlidhja mes punës dhe adhurimit. Lideri s'punët kur me qenë lider kështu frymëzues për të tjerët nëse është barë për ta paraprakisht. Përmendja e Zotit në vazhdimsi. Përmendja e Zotit në vazhdimsi. Edhe Allahu i madhruar e përmend në fund astaghfirullah. Kërkoni Allahut falje në vazhdimsi. Në vazhdimsi jeni në vigjilencë. Përmendjen e Zotit në vazhdimsi. Dënimin ndaj ofendimeve dhe lëndimeve. Edhe këtë ne me Allahut u dharni wal mukadhibin. Mu lemi ata që të përgënjeshtrojnë, lemi ata që të ofendojnë, për edhe në surën Kalem e përmend të njëjtën gjë. Lufta e Zotit me ju besimtarët. Pra realisht lufta e vërtetë është mes Allahut mandum dhe vetë atyre. Ja ayyuhal muzammil, qum il-lejla illa qalila. Momentin kur je bën misionar e ke pranuar këtë amanet, je hi një luftë e cila është luftë për hir të atij. Jo luftë për hir tonë. Sepse ti para shpallës edhe të kanë marrë ofër, ose të kanë marrë këshilltar, ose janë kthyr të ti, bile ta kanë e edhe një emën, domthon të kanë çujt besnik, e po momenti kur e ke pranuar amanetin e Allahut mandum, ata të kanë shpall luftë. Në ditën e ahiretit të surja Muzammil i vrejmë disa etapa të ditës së Kiametit, të këto cilat do të kthehemi do të rikthehemi atyre një nga një. Tjetra, dërgimi i pejgamberëve. Allahu po thot inna arsalna ilaykum rasula.
tek ju, o ju Kurejsh, kemi dërguar një pejgamber, kema arsalna bile ka thënë Rasulën shahiden aleikum, që dëshmon për juve, dëshmitar juve, dëshmitar mbi juve, ditën kur do ktheheni tek ai. Kema arsalna ila firauna rasula. Që ashtu që shkëna dërgu edhe tek Firauni të dërguam. Fa asa Firaunu rasul. Ama ai Firauni u boi pa bindun ndaj të dërguarit tim, fa akhadnahu akhdan wabila. Ama momentin kur e kena dënu, dënimi ka qenë shumë i dhëmshëm, ka qenë i frekshëm, ka qenë i papërshkrueshëm. Fa kejfe të tekun e tash, me qenë se përja ka dhëmë përfundimin e Firaunit, e tash qysh doni ju mja bo. Nëse ju banit pa bindun ndaj pejgamberit alayhis salam, edhe kundërshtoni, e mohoni, e nënçmoni, e përbuzni, e largoni, e dëboni, fa kejfe të tekun, qysh doni ju më mbrojt ditën kur ktheheni tek ai, edhe ka puni shembull, fa kejfe të tekun e inkefertum, e qysh doni ju më mbrojt, e me ik piti, e me qeni mund ndaj dënimit Zotit, nëse ju mohoni ditën kur fëmia, ai vogli, edhe ati do oni dalë atë thine, pra aq është ditë e vështirë, aq është ditë madhështore, aq është ditë e papërshkrueshme, ditë që s'ka të ngjashme, atë ditë edhe ai vogli që lind, momentalisht thinjet nga vështirësitë, nga dodhite, nga ngjarjet, nga dënimet, bile me u kthy Kur'ani se si e përshkruan atë ditë, jo kështu e frikshme në kuptimin me të bë pesimist, po realisht ajo ditë është e papërshkrueshme. Është një ditë shumë e madhe e që realisht njeriu është i sigurt, le të themi, në atë ombrellën e imanit. Vetëm atë që ke jap, vetëm punën që e ke bë, që ajo realisht është ose është ombrella e mbrojtësit yt, ose edhe kundërta. A dita e të shpërfash realisht kush ke qenë këtë botë, jo me tuble sarair, ditën kur zbulohen sekretet. Edhe ndodhite soi, pra teksa Zoti na flet ndodhite e ahiretit, na jetën vijusët e sema u munfatiru bih. Pra tregon atë qarën e qiellit, e tregon pa një gjallë, ose e tregon që ajo ditë është e jashtëzakonshme. E ke pa për shembull tek ne kur bëhet ai seanca e jashtëzakonshme, kur zgjedhin ata deputet që vinë tallën me votat e popullit, Allahut es-sema u munfatirun bih. Realisht e jashtëzakonshme është vetë ajo ditë. Pra nëse ja kish vlet në lajme me dal diçka i shkon çike ditë edhe. Pa mënyra se si do të jetë ajo ditë. Edhe shtjellimi i saj, mënyrë se njerëzit me qenë vigjilant, mos me hin hak askujt, edhe me pas gjithmonë mbamendje, Allahu na mandum. Pra këto janë ato 16 me surës Qalam edhe surës Muzammil, të dyat janë me kasi. Këto janë ato qërat të përbashkëta, të cilat kam arritur me i gjetë, me i zbulu prej meditimit, ose teksa po i lexoja të dyat mënyrën se si Zoti i qasët Kurejshve. Sepse realisht tek të dyat ka betejë, tek të dyat ka luftë, edhe tek të dyat pejgamberi alayhis salam ja jep ato veçoritë universale të cilat nuk bën asnjë orë, asnjë çast me u zhvesh për tyre. E mbi gjitha me qenë njeri që kalitet natën, njeri që shërben popullit, njeri që nuk korruptohet, njeri që është i moralshëm, edhe njeri i cili në momentin që e sheh ja vrej moralin e jashtëzakonshëm. Realisht ky njeri është i veçantë. E i tillë ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, momentin kur është fut Allah ibn Selam në Medinë, vallahi si e kam ditë që ky nuk është gënjeshtall. E na duhen vëllezër këso thirrësh, të cilët kur zbresin aty në fushën e betejës, nuk ka nevojë shumë, ose s'ka nevojë asnjëri kështu veç me fol shumë, sepse realisht e paraprakisht mbi gjithë aty i flet morali. I flet sjellja, i flet veshja, eleganca, modestia e respekti. Herën tjetër, me meditime të reja, rreth surës Muzammil, e deri atëherë Zoti ju rujt, ju dha shumë hare, harmoni, bollok në shpirtra, për të tjerët bollok në sofër, sepse për familjen ju rujt Zoti nga çdo keqe, përshëndetjet më të sinqerta e më të mira nga unë për juve. Zoti ju rujt nga çdo sherr, nga çdo keqe, nga çdo smir, nga çdo mendim i keq për ata që i keni për rreth, e me ata që spajtoni. Faleminderit shumë, e mirupafshim.